Në teatrin Andon Zako Qajupi u shfaq dokumentari Nikollaj Zemrës së Tiranës, një film dokumentar që i kushtohet jetës dhe veprës së kompozitorit të shquar Nikola Zoraqi. Filmi, me regji të Mevlan Shanaj, erdhi për publikun korçar duke rikthyer në vëmendje figurën e një artisti që ka lënë gjurmë të thella në muzikën shqiptare, por edhe lidhjen e tij të fortë me qytetin e Korçës. Përmes materialeve arkivore, dëshmive dhe rrëfimeve personale, dokumentari sjell një portret të plotë të Zoraqit, jo vetëm si kompozitor elitar me një krimtari të pasur në balet, opera dhe muzikë simfonike, por edhe si një figurë me dimension të gjerë njerëzor e intelektual. Në fokus vendoset edhe kontributi i tij në jetën artistike shqiptare, si dhe ndikimi që ai pati në zhvillimin e muzikës profesioniste në vend. Regjizori Shanaj theksoi se zgjedhja për ta sjellë këtë dokumentar në Korçë lidhet ngushtë me rrënjët familjare dhe historinë e vet kompozitorit. Dokumentari Nikola Zemrës së Tiranës ka në një muaj apo 2 muaj që e ka bërë premierën në Tiranë, por vjen në Korçë, sepse në historinë e tij, në backgroundin e tij, gjyshi i tij vinte nga Voskopoja në Tiranë. Këta janë Arumun, ka lëvizur, edhe duhet të dini që në Tiranë u krijoi një komunitet i fuqishëm i Arumunëve, të cilët i dhanë një dimension tjetër kulturës së Tiranës, tregtisë, artit, dhe disa nga këta personalitetet e artit janë tepër të njohur tani. Një ndërtar është edhe Nikola Zoraqi. Plus Nikola Zoraqi ka disa vite jetë në Korçë, ka punuar disa vite. Dhe në përmasat e figurës si ai është i gjithë Shqipërisë, po dëshira ime ishte që të vija edhe në Korçë. Një kompozitor elitar, është i quajtur kompozitor pak si aristokrat, ka shkruar 100 vepra. Dhe të shkruar që 100 vepra nuk është pak, ka 8 vepra skenike, balet kryesisht, opera, muzikën simfonike, muzikën e kultivuar. Kritika dikur thoshte Nikola Zoraqi Çajkovski i Shqipërisë. Pra ka marrë shumë epitete, të cilat në logjikën time që punova gati 1 vit me këtë figurë madhore, por nuk e dija që ishte kaq i madh. Duke punuar këtë vit me Nikolën, zbulova madhështinë e tij njerëzore, intelektuale, krijuese. Është fat për Shqipërinë që kishte një Nikola Zoraqi, i cili fatkeqësisht iku herët, ka ikur në 1991. Emocione të veçanta përcolli edhe për familjarët e kompozitorit, të cilët e përjetuan këtë shfaqje si një rikthim në rrënjë dhe në kujtime. Hera e tretë që shoh filmin, edhe herën e tretë më pëlqen më shumë se hera e dytë dhe se hera e parë. Kështu që mendoj se është një film i madh në fakt. Edhe ftoj televizionet kombëtare apo lokale që të blejnë të drejtën e autorit nga shtëpia produse. Se do jetë një gjë që do mbetet. Është një film shumë i veçantë. E vërtet, Korça me një farë mënyrë është pjesë e rrënjëve. Familja ime ka zbritur në Tiranë nga Voskopoja, shekullin e 19 apo 18, nuk e di sakt. Kështu në një farë mënyrë edhe Korça, që është qyteti më i ftohtë në Shqipëri, po është më i ngrohtë në fakt nga dashuria që fal, edhe nga respekti dhe nga dedikimi. Ndihem shumë mirë në Korçë. Në këtë aktivitet, morën pjesë edhe figura të njohura të artit dhe muzikës, të cilët vlerësuan kontributin e Zoraqit në kulturën shqiptare. Dirigjenti Zhani Ciko u ndal te dimensioni emocional dhe artistik që përcjell ky dokumentar. Një film për një muzikant, për një kompozitor mbi gjitha, mbreslënës në krimtarinë e tij dhe me përkushtimin e muzikës me një jetë dramatike që sjell emocione. Dhe këto emocione në Korçë rriten dhe më sepse për shkak të lidhjeve familjare të mijat, po edhe të vetë Nikola Zoraqit me Korçën në lidhjen me familjen Ciko. Po nga ana tjetër dhe për faktin se ai donte shumë Korçën, ka ardhur, ka kontribuar këtu, ka punuar disa vjet në Korçë, kjo e bën edhe më emocionues. Disa vepra të Nikolës janë emblematike dhe
mjafton që të thuash uvertura festive dhe ajo është një vepër që është si thua kartë vizite e muzikës shqiptare në gjitha korët. Korat shkojnë, shoqëria ndryshon, rendet ndryshojnë, krijimtaria mbetet. Si ka thënë Beethoveni i madh, ars longa vita brevis, arti është i gjatë, jeta është e shkurtër. Kështu që s'duhet të harrojmë këtë dhe duhet që vërtet të vlerësojmë atë krijimtari që mban vullën kombëtare, se ajo është shenjë ashtu siç është dhe folklori nga e cila buron kjo muzikë, është ajo që na vjen atë entitetin ton që është i pa tjetërsueshëm. Shfaqja e dokumentarit u prit me interes nga publiku korçar, i cili pati mundësinë të njohë më nga afër një figurë të rëndësishme të artit shqiptar, duke reflektuar mbi trashëgiminë që ai ka lënë pas. Përmes këtij filmi, jo vetëm risillet në kujtesë krijimtaria e pasur e Zoraqit, por edhe vlerësohet roli i tij në formsimin e identitetit muzikor shqiptar. Nikolla i Zemrës së Tiranës mbetet një dëshmi e gjallë e kontributit të një artisti të madh, duke e kthyer këtë shfaqje në Korçë në një ngjarje kulturore me vlerë që lidh të kaluarën me të tashmen dhe risjell në vëmendje figurat që kanë ndërtuar historinë artistike të vendit.